Arsyeja pse jemi mbledhur këtu sot ka të bëjë me nevojën tonë për të dëgjuar nga më afër dhe në një mënyrë më të strukturuar këndvështrimet tuaja sipas fushave të ndryshme të aktivitetit në këtë territorin, hapësirën e madhe të zhvillimit rural, ku gjatë gjithë periudhës së fundit të kontakteve intensive me njerëzit në fshat për shkak të procesit elektoral, kemi krijuar ndjesinë që jemi në nevojën për të afruar më shumë dhe për të dëgjuar më shumë nga jeta e përditshme reale e njerëzve që jetojnë dhe punojnë dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre të sipërmarrjes në fshat. Në mënyrë sporadike kemi mundur të informohemi për gjëra që në pamjen e parë janë shumë të thjeshta, por fatkeqësisht janë jashtë rrezës vëmendjes dhe të leximit nga ana e qeverisë edhe nga ana e strukturave tona vendimmarrëse dhe shkaktojnë konsum të madh energjie dhe patjetër edhe konsum të pafrytshëm të kohës suaj, që është njëkohësisht edhe koha e vendit. Nuk dua të hyj në detaje, sepse është gjithë kjo ditë përpara për të folur deri në detaje, por dua të them që arsyeja pse e kemi ndërtuar këtë diskutim, këtë tryezë të përbashkët diskutimi në një formë tjetër nga ato të zakonshme, është pikërisht sepse duam që diskutimi të shtrihet në çdo detaj, edhe që opinioni juaj të mund të shtjellohet plotësisht në një hapësirë informale, pasi kjo, me sa kuptoj unë, ka munguar edhe na mungon. Dhe patjetër që mbas këtij diskutimi do mundohemi të gjejmë rrugët se si ky kontakt i vazhdueshëm të jetë më i frutshëm, më garantues për dëgjimin e zërit tuaj, edhe patjetër edhe më i dobishëm në funksion të politikave dhe të vendimmarrjeve tona. Ne kemi bërë një përzgjedhje të bazuar tek profilet e ndryshme të sipërmarrjes në fshat, edhe natyrisht të bazuar në një gjeografi të caktuar, ku kemi marrë opinionet e drejtuesve të anë të qarqeve, por nga ana tjetër kemi ftuar këtu edhe disa drejtues të pushtetit vendor, duke pas parasysh që edhe kjo është një hallkë e dobët e jona në qeverisjen e fshatit, pasi qysh se është bërë reforma administrative territoriale dhe bashkitë janë zgjeruar me përmasën e hapësirës rurale, në vend se kjo të sillte
një rritje të vëmendjes edhe një rritje të mundësive për fermerët dhe për sigurimtarjen në fshat ka sjellë një shkëputje